Korrektim të sistemit proporcional rajonal do të jetë kryefjala e propozimeve që partitë e vogla parlamentare dhe jo parlamentare do t'i kërkojnë dy forcave të mëdha PS dhe PD. Në fazën e konkretizimit të propozimeve, Lëvizja Socialiste për Integrim, pjesë e kryesës së Komisionit për Reformën Zgjedhore, do të ketë gati një draft që do të jetë i bazuar mbi rekomandimet e OSBE-ODIHR. Petrit Vasili, nënkryetari i kësaj partie, pohon në një intervistë për Vision Plus pse është i domosdoshëm korrektimi në kushtet kur mandatet nuk janë shpërndarë në mënyrë të drejtë. Pra një më çdo mandat i LSI-s, janë dashur 20.000 vota, 22-23.000 vota, kjo ka pas mandatet të tjera të partive të tjera më të mëdha, që kanë mjaftuar edhe më pak se 9.000 vota për t'i përfituar ato. Ne kemi kërkuar që të zbatohen korrektime apo formula përkatëse elektorale të cilat zbusin ose eliminojnë në maksimumin e mundshëm diferencat të tilla të mëdha. Ky ka qenë dhe synimi, pra afrimi drejt vërtetës elektorale. Nuk është problemi që ne jemi këtu për propozuar formulën aq apo kaq, por dëgjojmë zgjidhjet për t'ju ofruar kësaj të vërtetë. Nga ana tjetër, aleatët e Partisë Socialiste do të shkojnë me një draft të përbashkët në tërezin e reformës zgjedhore. Kjo është konfirmuar nga kreu i PD-s Pascal Milo, i cili saktëson se me çfarë do të kenë të bëjnë propozimet e përbashkëta të partive të majta. Në radhë të parë me korrigjimin e sistemit aktual të zgjedhjeve, pra vendosjen e elementit korrektimit kombëtar të sistemit rajonal proporcional, do të kërkojmë numërimin elektronik të votave dhe identifikimin elektronik të zgjedhësve. Do të kërkojmë që të ketë një mënyrë tjetër të shpërndarjes së kohës në mediat televizive. Do të kërkojmë gjithashtu edhe një transparencë më të madhe në procesin e financimit partive politike. Por sa garanci ka për reformë gjithëpërfshirëse, në kushtet kur dy partitë e mëdha PS dhe PD kanë të drejtën e vetos në komision. Në rast se nuk do të merren në konsiderat ato propozimet tona, kërkesat tona modeste dhe të drejta, atëherë edhe ne do të përpiqemi dhe do të gjejmë të gjitha instrumentat e duhura dhe do të marrim të gjitha masat që edhe njëherë tjetër të mos sakrifikohemi në thesin e interesave të dy partive të mëdha politike. Ky lloj bipartizanizmi ka prodhuar një problematik në vazhdimsi. Thënë gjithë kjo, është e qartë që është momenti për të ndarë nga ky lloj bipartizanizmi dhe për t'i hapur rrugën logjikës ftohtë. Në rast të kundërt do të ripërsërisin probleme, cilat do i bënin mirë vendit jo se jo, po dhe vetë këtyre forcave politike nuk besoj se do t'u jepnin një avantazh politik, përveç se do t'i kurrin dhe më politikisht. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë nisur drejt të gjitha partive të vogla nga një letër ku i kërkohet të paraqesin javën e ardhshme propozimet për ndryshimin e kodit elektoral.